Në këtë video do të mësojmë se si me kopju një formë. Për shembull, në këtë rast po krijoj një katror me shift, edhe është për shembull i krijojmë këtë katrore. Janë disa forma ose disa opsione që mundemi me kopju një formë apo një llojar në këtë rast. Metoda e parë është e klikoj me Ctrl Alt edhe me mouse e ngremi zvarr, domethënë vendosni ku po do me formën. Shikoni kur e klikoj Ctrl Alt, kursori i mouse-it e ndikon forma, i shtohet plusi edhe i ndikon ngjyra. Edhe e ngrej qatë formë. Opsioni i dytë është e klikojmë formën që po do me kopju, Ctrl+C edhe Ctrl+V, shikoni, domethënë bëhet kopja e njëjtë. Ndërsa opsioni tjetër është e klikojmë Ctrl+C, po e klikojmë Ctrl+Shift+V. Edhe kjo bëhet pozicionin e njëjtë. Domethënë krijohet forma pozicionin e njëjtë. Që rreth në lëvizje, kjo ka qenë pozicionin e njëjtë. Domethënë Ctrl+C, Ctrl+V klikohen dy forma, po pozicion ndryshe. Me Ctrl edhe Alt e ngremi na vetë shohmi ku po dome. Ndërsa nëse domi forma mu vendos pozicionin e formës aktuale, klikojmë Ctrl+C me bë kopje, ndërsa Ctrl+Shift+V bëhet domethënë vendoset kopja në pozicionin e saktë ku është forma aktuale. Shikoni tani, këto domethënë janë opsionet më të përdorura për me kopju një formë.